Nuk e vë ujë të zjarë, ajo ministrja dhe Ramosaço thot nuk na dëgjon tërmet Peçi, thoshe, deri dje që ishte tërmet publicitari, kryetar bashkie. Tani që pengon zonjë Ramosaço, se deri dje se dëgjon tërmeti. Po tani ku që pengon? Jo, nuk duan këta. Këta, në qoftë se nuk e partisë tyre, dhe në qoftë se nuk voton për ta, këta duan dhe të vrasin fare, fizikisht. Dhe këtë po bëjnë me atë familjen Progonat. Prandaj që zonja Koqiu, si rimëndjes, bëj detyrën, se pra të paguesh nga taksa paguesit e qytetarëve shqiptar, dhe nuk të paguajnë të dalësh të bësh pushat. Nëse je minister shëndetësie. Nëse je punëtore partije, pastaj vazhdo bë detyrën, shërbej partisë, shko tek ato hyrë në grupin e atyre zonjave që kryetari partisë tënde u thot ndani burrat. Avokat, të lutem, më jep dot një ndarje të 140 mandatave në qoftë se do bën zgjedhjet sikur mendoni ju, si sa do marrë njëra tjetra dhe tjetra, sepse ka dhe nga shtat interesuar që thonë mundet avokati na jap një ndarje në gjykimin e tij, sepse kemi parë sondazhet shumëta kohët e fundit, çdo javë janë bombarduar opinioni nga sondazhet. Sondazhet i bëjnë vetë këta, i sajojnë vetë. Po ata prandaj opinioni kërkon mendimin tuaj, populli. Unë do pranoja sondazhet të bëra nga ndonjë firmë, nga ndonjë kompani amerikane ose nga ndonjë kompani nga Afrika mundësisht. Po këta të transit janë. Ose nga Amerika e Jugut. Por në si mënyrë me këta sondazhisht që bëjnë këtu, janë sondazhe ato. Ato janë sondazhe përgjithësi që ta dinë qytetarët shqiptar, janë thjesht mashtrim për të bindur opinionin publik për ta përpunuar. Por nuk janë për të treguar të vërtetë se nga do votoj njëri, nga do votoj tjetri. Ata askush nuk e di. Por nuk do bërë zgjedhje, ishte thjesht fare, nuk do bërë. Avokat, nëse do të gjykojmë nga fqinjet tanë, kë gjykoni ju se dole verdiste më shumë si kryeministër? Për fqinjit tanë, si Salihu dhe Edi Rama janë një lloj, kanë zgjidhur problemin ata, kanë 32 vjet që po e grabisin Shqipërinë nëpërmjet këtyre dy partive. Kanë 32 vjet. Kanë arritur sa të marrin edhe detin. E disa do na vijë distanca në kufirin dietar në Himar me grekët neve 5 milje. 5 milje. Aq e ka bërë marrëveshjen Sali Berisha. Por nuk kam dërmën të merrem më me Sali Berishën, që jam marrë botë. Dhe Sali Berisha është në dorë të drejtësisë. Dhe e ka marrë rrugën që duhet marrë. Më hapët dy çështje këtu, por tek ajo e detit ne diskutuam edhe pak ditë më parë, edhe ju më tha që do shpretit mendimin tuaj për këtë çështje. Pra mendoni që tani pavarësisht vendimit gjykatës kushtetuese, ne ende nuk kemi shkuar në Hag, ndërkohë që ju thoni që Greqia është shtrirë deri në Tiranë, po na vjen aty në breg. Për Greqinë është në fuqi marrëveshja që ka bërë tradhtia që ka bërë Sali Berisha në tetor të vitit 2009. Është në fuqi e ka miratuar parlamenti grek. Për neve, ne bëjmë davet me mendjen tonë se zyrtarisht grekët e kanë marrë atë që u takon. Tani ka një Amerikë që nuk i lë që ta dish, ta di dhe opinioni publik, nuk i lë Amerika që të shitet trullë shqiptar, deti shqiptar, përkundrazi, grekët jo vetëm që nuk do marrin detin, po grekët do lënë dhe qamëri. Edhe do të halën mu si djep të bukur, do thonë po, kjo është shqiptare, si bashkohet Shqipërisë, se ja kemi marrë Shqipërisë në 1913. Flisni për periudha afatgjate apo të shpejta në kohë? Të shpejta. Shumë shpejta. Si mund na ndihmojnë Amerika kur ne në Tiranë kemi rrëmujën tonë, shteti tjetër në Kosova është pa qeveri, në Maqedoni shqiptarët mezi po fitojnë të drejtat e tyre, pra nuk kemi një pozicion të favorshëm që jemi në pozicion shumë të favorshëm. Do bëhet qeveri teknike, pa pjesëmarrjen e PDPS, pa pjesëmarrjen e tyre. Do ndryshojë sistemi politik nga republikë parlamentare në republikë presidenciale. Kam besim për këto që them. Kam besim absolut dhe e di që do t'i bëj. Shqiptarët
Dhe të tëra ato marrëveshje, ato tradhti, ato që të them ku po gje fjalë që ti përcaktoj, që kanë bërë ta politikanët shqiptar me Ilir Meta e me Edi Rama e me Sali Berisha e me Dreqi Medbini që e kanë tradhtuar çështjen kombëtare shqiptare. Të tëra ato do shkojnë në Kosh të Plerave dhe Shqipëria do bëhet. Do bëhet, ta din shqiptarët. Për inat të grekëve e të serbëve, do bëhet Shqipëria, pikë.